jemi të fjala unë. Duhet me pas kujdes. Me u bom modest. Por, keni kujdes, modestia e ka normal venin e vetë. Këherë me tregu aftësitë e tua, dijen tone, nuk është mendje madhësi. Nuk o mendje madhësi. Mendje madhësi është me i pru njerëzit në pozit, munia ta keq para teje, ka të folë te, se tash nuk është mendje madhësi një mjek me tregu një shokut vetë ose një vendasit vetë në tavolin mi tregu diçka qëre më se haqë që to haje qëton se për ty është e mirë, është e dëmshme, së është mendje madhësi. Ma thonë që kë, ula në tavolin, janë isi tash me majtë mu këto fjallim. Jo bra, a i sa të e bon mendje madhësi, është të këshillu një këshill që ti ki nevoj. Por, mjeku, hoxha, inxhinieri, arkitekti, a i kë, me majtë atë pozicionin e muhabetit që tjetëri mos mu një keq. Jo mi thonë për shembull, qëre unë e gjithë po të mësaj ty, a kështë është ti si e të ditë kur gja? Sajtë ku më thonë, ti dush mi marrë këshillë dhe të mija, a ditë kush jam unë, a kështu masane zbanë. Se kjo po kalën në nëshmim palës tjetër.